Me rastin e 90 vjetorit të lindjes dhe 8 vjetorit të ndarjes nga jeta e veprimtarit dhe adhetarit Adem Demaçi, me propozim të kryetarit të komunës së Prizrenit Shoqir Totaj, komuna e Prizrenit të nda në çmimin e lirisë Remzi Ademaj për Adem Demaçin, po së mortom dhe promovohet vepra triada demaqiane, jeta si fiksim, qëndrim dhe guxim. Adem Demaçi dhe etika integritetit në kohë sprove me autor Besim Baraliu. Besim Baraliu, njëherët edhe bashkëveprimtarit e fuqishëm Adem Demaçi në gjithë veprimtarisë së tij adhetare. Në sallën e Asamblesë Komunale në praninë e një numri të madh intelektualësh, ku ishin edhe ish kryetarët e komunës Kadri Kryeziu, Ramadan Muja, pastaj deputetët si Vlora Qitaku, Elmiri Qica, kryetari i komunës së Prizrenit Shoqir Totaj, nën kryetari i komunës Kujtim Gashi, kuvendar të ekzekutivit e shumë personalitete nga Prishtina, Prizreni dhe Suharika dhe i biri i Demaçit, shqiptar Demaçi, familja Remzi Ademaj dhe të tjerë. Hapjen e bëri kryetari i kuvendit profesor doktor Simir Krasniqi. Kuvendi i komunës së Prizrenit ka miratuar vendimin për ndarjen e dekoratës çmimi i lirisë Remzi Ademaj post mortem për ish veprimtarin e shquar të çështjes kombëtare Adem Demaçi. Kjo mbledhje solene është thirrur në konsultim me kryetarin e komunës me qëllim të dorëzimit të dekoratës familjes së të ndjerit Adem Demaçi, si dhe promovimit të librit Triada D, kushtuar jetës dhe veprimtarisë së Adem Demaçit. Derisa kryetari i komunës së Totaj me këtë rast pas së përshëndetjeve, tha se sot jemi mbledhur jo vetëm ta rikujtojmë, po këtu jemi për ta përkujtuar personin që i ka tejkaluar edhe kohët. Adem Demaçi për 28 vjet i morën lirinë personale, por nuk arritën t'u marrin lirinë e mendimit. Andaj Parlamenti Evropian e ka vlerësuar lart dhe vepra Adem Demaçit nuk matet vetëm me vitet e luftës, por doli për të kërkuar liri dhe dinjitet, tha kryetari Totaj. Sot jemi mbledh jo vetëm për ta kujtuar Adem Demaçin, por për t'u përballë me ndërgjegjën që ai na e la trashëgim. Ka njerëz që jetojnë brenda kohës së tyre dhe ka njerëz që me jetën dhe veprën e tyre tejkalojnë kohën. Adem Demaçi përket kësaj kategorie të rrallë. Ai nuk ishte vetëm një veprimtar, shkrimtar apo i burgosur politik. Ai ishte një karakter historik, një ndërgjegje e zgjuar e popullit dhe një dëshmi se njeriu mund të burgoset fizikisht, por jo edhe ideali i tij. Për 28 vjet, regjimi Jugosllavia mori lirinë personale, por nuk arriti t'ia merrte lirinë e mendimit. Burgjet, izolimi dhe vuajtjet nuk e thyen. Përkundrazi, ato e shndruan në simbol të qëndreshës kombëtare dhe të dinjitetit njerëzor. Parlamenti Evropian e ka përshkruar si Mandela i Ballkanit, duke theksuar angazhimin e tij për tolerancë dhe pajtim etnik. Dërsa James Rubin ishte ndihmë sekretari amerikan i shtetit e ka cilësuar Demaçin si ekuivalent i Nelson Mandelas. Por madhështia e Demaçit nuk matet vetëm me numrin e viteve të burgut. Ajo matet me atë që ai zgjodhi të bëhej pas vuajtjes. Ai nuk doli duke kërkuar hakmarrje. Doli duke kërkuar liri, drejtësi dhe dinjitet për popullin e tij. Kjo është ndoshta porosia më e thellë që na la. Të mos lejojmë që padrejtësia që na është bërë të qëndrojë edhe neve në njerëz të padrejtë. Ai e kuptonte se liria nuk është vetëm çlirim nga pushtuesi. Liria është përgjegjësi, është obligim. Është mundësia për të folur pa frikë, për të menduar ndryshe, për të respektuar tjetrin dhe për të ndërtuar shtetin mbi të drejtën, jo mbi privilegjin. Shqiptare Demaçi tha se unë kam njohur Remzi Ademaj të di vetëm aq sa kam lexuar. Pastaj tha se dua të falenderoj të gjithë komunën e të burgosurve politik. Pas kësaj dorëzohet të çmimit shqiptar Demaçit nga kryetari Totaj dhe i biri Remzi Ademajt. Mirë, po me qenë se është duke u dhënë çmimi Remzi Ademaj Adem Demaçit, atëherë post mortem atëherë duhet me i thonë një fjalë për heroin Remzi Ademaj. Unë nuk e kam njoft personalisht, por bazë asaj që kam dëgju, që kam lexu, ka qenë veprimtar pas i cili me veprimtarinë e tij do të lështë pushtetit ta çonte në burg.
një burgusit politik, por pas burgut politik, pastaj sërish u aktivizu dhe në brenda ushtrisimtarët të Kosovës ishte komandant. E si duket njerëzit të cilët bëjnë aq shumë për komunitetin, për kombin, punojnë aq shumë duke sakrifiku vetë-vetën, duke mohu vetë-vetën, duke mohu edhe familjen, edhe të afërmit, si duket ata janë do të shkaktojnë një zili nga Zeusët. Domethënë Zeusët nuk i duan aq fort njerëzit të cilët angazhohen aq fort edhe u afrohen atyre. Kështu që tu pra Rëndzia Demaj një person i cili do të mohoj vetë-vetën, por mohimi i tij solli jap dha rezultate, organizoi ushtrinë dhe do të thotë dha kontributin e tij jashtëzakonshëm, e që përfundoi më në fund edhe me vrasjen e tij, vdekjen e tij gjatë luftës. Me këtë rast u bë dhe promovimi i librit, ku për librin fjali rasti mbajti redaktori i librit Arben Veselaj, i cili tha se tashmë vije libri i dytë brenda një viti. Ai tha se libri është një analizë politike dhe kemi një libër që është ngritur në ndërgjegjen e lexuesit. Çfarë bën Demaçi, një njeri i cili kur nuk i trajtoi idealet dhe parimet për të cilat që përcaktuar që në rininë e hershme. Çfarë force e bëri kur të nënshtruar edhe atëherë kur përjetoi torturat më njerëzore dhe qëndroi aq gjatë në burg. Këto janë mbase disa çështje që profesor Baraliu në pothuajse çdo kapitull të këtij libri synon të gjej përgjigje. Që këtu duhet të jemi të qartë. Besim Baraliu këto përgjigje nuk i kërkon në narrativat historike, shpesh të ngarkuara më shumë se ç'duhet me patriotizëm. Këto përgjigja i kërkon në etik, në filozofi, në atë që Aristoteli e qua në virtyt, ndërsa tradita moderne e filozofisë morale, integritet. Prandaj, edhe titulli i librit nuk është zgjedhur rastësisht. Triada demaqiane nuk duhet lexuar si figurë stilistike. Triada demaqiane është baza interpretuese mbi të cilën ngrihet e gjithë ngrehina e veprës. Ka diçka prej arkitekturës klasike në këtë strukturim, ku triadikja nuk shërben si zbukurim, por është substancë, si ato kolona të rënda friguri që e mbajnë peshën e një tempulli. Për librin foli edhe e Behgjet Shala, kur e kam lexuar librin e parë, e kam lënë në gjysëm, kurse këtë të dytin e lexova me kënaqësi. Autori është tepër i thellë dhe filozofik. Edukimi kombëtar dhe politik nuk mund të bëj argëtuar në për triadën demaqiane në kohë vetëm si fiksim dhe ide, kurse tani si jetësim konkret i asaj ide përmes studimit shkencor që i bëri besimi personalitetit të Arben Demaçit në aspektin njerëzor, kombëtar, politik, filozofik, etik dhe social, e që e konkretizoi në kohë paratas, ndërsa e mjeshtrisht e notorizoi në triadën demaqiane. Idealizmi adoleshent i besimit dhe i të gjithë shokëve, se po thëmë adoleshent që tash ai idealizëm tuve ka ikur. Së fund me autori i librit Besim Baraliu, duke falenderuar gjithë të pranishmet, tha se sot ndihemi privilegjuar që janë para jush të promovoj librin për njerin që jetën e tij shndroi në simbol të rezistencës Adem Demaçi. Pastaj falenderoi edhe të gjithë ata që kanë ndarë jetën dhe bashkëvuajtjet në burgun dhe ngritjen time. Ky besoj se është një fryt i kolektivit ton. Ky është një libër, por është një mekanizëm që krijoi rezistencë dhe ai dhe vazhdoi. Triada demaqiane nuk është një biografi e zakonshme dhe as një përpjekje për të mitizuar Adem Demaçin. Ajo është një studim që synon të kuptoj mekanizmin moral dhe etik mbi të cilin u ndërtua personaliteti i tij dhe ndikimi që ai ushtroi në historinë moderne të Kosovës. Sipas analizës sime, ky mekanizëm shtetet mbi 3 shtylla themelore: fiksimin, qëndrimin dhe guximin. Fiksimi për lirin e mbajtit të palëkundur, qëndrimi e bërit pathyeshëm, guximi e shndroi bindjen në veprim dhe sakrificën në histori. Në këtë pikpamje, triada demaqiane nuk mbetet vetëm një model për të shpjeguar karakterin e Adem Demaçit. Ajo paraqitet si një model etik i cili kur pasqyrohet nga individ
dhe përqafohet nga populli krijon energji historike. Në këtë kuptim, rezistenca e armatosur e ushtrisë shqiptare të Kosovës nuk është një ngjarje e rastishme dhe as një shkputje nga rrjedha historisore. Ajo ishte shprehje më e lartë e një kulture të gjatë rezistence, të ushqyer nga fiksimi i përgjegjërisë, qëndrimi i palekundur dhe guximi për sakrifisë. Vlera që Adem Demaçi i ndërtoi me jetën dhe veprën e tij e që frymëzoi brezat të tërë veprimtarësh. Kjo është arsyeja pse besoj se triada demaciane nuk i përket vetëm Adem Demaçit. Ajo është një model etik që u flet gjithë brezave për përgjegjësinë, dinjitetin, besnikërinë ndaj idealeve dhe guximin për të mbrojtur ato edhe në kohë më të vështira. Pas së promovimit u organizua edhe një koktejl rasti.